përgjigja jo vetëm ndaj Berishës, pra kryetarit të Partisë Demokratike aktual, por përgjigja ndaj çdo kujt që do të thotë se organizimet janë të Suhel Çelës apo të Andi Dyrmishit në Durrës apo në takimet e tjera, do t'i përgjigjemi me vullnetin e demokratëve të lirë, me antarësinë që ka 13 vite në opozit, do t'i përgjigjemi me entuziazmin dhe sallat e mbushura plot me njerëz që besojnë se ndryshimi do të fillojnë në Partinë Demokratike dhe më pas në qeveri, dhe gjithashtu do t'i përgjigjemi me të vërteta, ashtu siç u përgjigjem në Durrës. U përmendën 3 emra, të cilët u vërtetuan punë 24 orësh se nuk kishin asnjë lidhje me ato që deklaroi kryetari i partisë dhe për gjithë anëtarët e Partisë Demokratike në atë deg ishte ofendim.